shikuar nga aspekti historik i përpjekjeve të Serbisë në drejtim të toka shqiptare dhe të popullit shqiptar, këto deklarata janë vazhdimësi e një politike 150 vjeçare të një përpjekje për zhdukje, jo vetëm për aneksimet të territorit, por edhe për zhdukje të racës shqiptare. Ne kemi përjetuar nga Serbia 4 gjenocide, domethënë, dhe kjo është vazhdimësi e atij mentaliteti i cili ka prodhuar ato 4 gjenocide. Presidenti Vučić fatkeqësisht është një figurë e cila është retarduar nga, si themi, nga pushteti i diktatorit Milošević dhe është ngritur përsëri, domethënë, në një post kaq të rëndësishëm dhe për kaq vitesh e drejton Serbinë. Është i njëjti person i cili në parlamentin e dikurshëm deklaronte që për një serb të vrarë do të vriste 100 musliman në Bosnjë, dhe kjo është vazhdimësi e asaj mendësie e cila i ka prodhuar, domethënë, 4 gjenocide, edhe luftën në Bosnjë, por edhe luftën në Kroaci, dhe që vazhdon e angazhohet dhe armatoset me po të njëjtin qëllim edhe në të ardhmen. Deklarimi i tij që Kosova është djep i Serbisë konsiston në atë që e kemi thënë ne edhe disa herë të tjera, që ne nuk kemi pse mashtrohemi që Serbia do ta njohë Kosovën, por kjo është edhe një dush i ftohtë për bashkësinë ndërkombëtare e cila e gënyer vazhdimisht nga disa premtime të Serbisë që në një rrethon të caktuar mund ta njohë Kosovën, ata domethënë po lehtësojnë apo favorizojnë jashtëzakonisht shumë Serbinë. Ne nuk duhet të mashtrohemi në mendimin që në qoftë se ndrohet regjimi në Serbi, do të kemi një Serbi tjetër kashë i Kosovës. Është e kaluara historike, është feja e tyre ortodokse, interpretimi i fesë së tyre, instrumentalizimin që bën kisha ortodokse dhe sistemi i tyre arsimor, shtuar këtu një lidhje tepër të ngushtë me Rusinë, e bëjnë jo të lehtë ndryshimet në Serbi sa i përket raporteve të saj me Kosovën ose me shqiptarët. Në protestat në Serbi, një nga sharjet që i ka bërë masa protestuese presidentit Vučić ka qenë edhe termi shqiptari. Do të thotë ata nuk janë protestues që garantojnë, domethënë, që do të demokratizohet Serbia dhe do të ecet në drejtim të paqes historike me shqiptarët, por përkundrazi. Prandaj unë mendoj që sado që mund t'i konvenoj për momente të caktuara në një moment të shkurtër kjo çështje, por prapse shqiptarët nuk kanë pse presin nga ndrimi i pushtetit në Serbi asgjë të mirë, sepse, siç thash edhe një herë, është historia ajo që e ka vërtetuar mendësinë e tyre dhe tendencën e tyre, përpjekjet e tyre kundër nesh. Kosova duhet të ndaloj së shkuarin në bisedime me Serbinë për të gjitha çështjet që Bashkia Ndërkombëtare të na detyrojë të shkojmë të flasim me ta. Kosova duhet të ndrojë politikën dhe duhet të synoj një strategji komplet tjetër nga kjo që e kemi parë deri më tani, dhe ajo strategji konsiston në atë që është garantuese e paqes afatgjatë, dhe ajo paqe afatgjatë sipas mendimit tim nuk rregullohet me protektorate ndërkombëtare ose me garanci qoftë nga NATO, qoftë nga SBA-ja ose nga ndonjë fuqi tjetër, por duhet të ndërtohet një ushtri e fuqishme e Kosovës dhe e Shqipërisë, e aftë të armatos edhe popullsinë shqiptare në Maqedoni, përfshirë edhe Preshevën, në çfarëdo situate që mund të ndodhë, sepse vetëm një forcë ushtarake e aftë, jo vetëm për të mbrojtur Kosovën, por edhe për të sulmuar jashtë Kosovës, është garancion dhe e sjell në jetë ato që njihet si politika e balancës.
Unë mendoj që vetëm një forcë e aftë fizike e kombit shqiptar për të luftuar vetëm me Serbinë dhe për të shkaktuar asaj po aq dhimbje sa ajo mund të na shkaktojë neve, do ta detyroj fqinjin verior ton që të ndryshojë doktrinën e saj dhe të rri urt edhe të bashkëtojë me shqiptarët për pjesën tjetër të jetës.